Anthony Joshua i dha fund mungesës 7 mujore nga boksi profesionist, me një fitore me knockout në raundin e dytë ndaj boksierit shqiptar Christian Prenga në Jeddah Superdome të Arabisë Saudite. Ishte ndeshja e parë e britanikut që nga fitoria ndaj Jake Paul në dhjetor të vitit kaluar, si dhe rikthimi i tij në ring pas aksidentit me makinë në Nigeri, ku humbën jetën 2 miq të tij të ngushtë. Përveç interesimit për rikthimin e Joshuas dhe mundësinë e një dueli të shumëpritur me Tyson Furyn, shumë vëmendje ka marrë edhe shuma e parave që përfituan dy boksierët. Edhe pse asnjëra palë nuk ka konfirmuar zyrtarisht pagesat, disa media raportojnë se fondi total i ndeshjes ishte rreth 5.7 milion euro. Sipas këtyre raportimeve, Joshua përfitoi rreth 4.6 milion euro, ndërsa Christian Prenga arkëtoi afërsisht 1.1 milion euro, pagesa më e madhe e karrierës së tij. Promotori amerikan Lou DiBella deklaroi se Prenga është plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj mundësie financiare. Ai e di se ka kapur jackpotin, edhe 1/10 e kësaj pagese do të ishte më shumë se gjithçka që ka fituar gjatë gjithë karrierës së tij, u shpreh DiBella. Ndërkohë promotori Eddie Hearn ka konfirmuar se kjo përballje ishte pjesë e marrëveshjes që do t'i hapë rrugën Joshuas drejt duelit me Tyson Furyn, i cili pritet të zhvillohet më vonë këtë vit. Sipas raportimeve, ai duel mund të sjellë fitimet më të mëdha të karrierës së Joshuas, me pagesa që mund të arrijnë në shifra 9 shifrore, fal investimeve të mëdha nga Arabia Saudite. Për krahasim, ndeshja e Joshuas ndaj Jake Paul në dhjetor thuhet se gjeneroi një fond total prej 159 deri në 172 milion euro, ndërsa pjesa e britanikut u vlerësua në rreth 77 milion euro. Edhe duelet e tij ndaj Alexander Usyk, Andy Ruiz Jr. dhe Vladimir Klitschkos i kanë sjellë fitime me 8 e 9 shifra, duke bërë Joshuan një nga boksierët më të paguar në historinë e peshave të rënda. Për Christian Prengën, pavarësisht humbjes me knockout, kjo pagesë përfaqëson një moment historik në karrierën e tij dhe një përfitim financiar që t'i kalon çdo fitim të mëparshëm në ring. Ndeshja e së shtunës mbrëma mes Anthony Joshuas dhe Christian Prengës ka nxitur akuza për kurdisje, pasi ish pronari i Crystal Palace dhe komentatori Talk Sport Simon Jordan hodhi dyshime mbi mënyrën se si u zhvillua dueli. Përballja në peshat e rënda konsiderohej nga shumë kush si një test i lehtë për Joshuan përpara duelit të planifikuar me rivalin e tij të kahershëm, Tyson Fury, më vonë gjatë këtij viti. Megjithatë, vetëm pak sekonda pas fillimit të ndeshjes, Joshua u gjend në vështirësi të mëdha, pasi u rrëzua në tapet nga një goditje e djathtë i Prengës. Britaniku u ngrit në këmbë, por duke qartë se ishte pranë një humbjeje që mund t'i jepte fund karrierës së tij në ring. Megjithatë, ajo që ndodhi në raundin e dytë ngriti shumë pikpyetje. Prenga nuk vazhdoi me të njëjtin ritëm agresiv dhe i dha mundësi Joshuas të rikuperohej. Pak çaste më vonë, ish kampioni i botës goditi me një të djathtë të fuqishme, duke e nokautuar shqiptarin dhe duke siguruar fitoren. Pas ndeshjes, Simon Jordan publikoi një reagim në rrjetet sociale ku ngriti dyshime për zhvillimin e duelit. Nuk e besoi atë ndeshje të Anthony Joshuas. U rrëzua 2 herë dhe më pas papritur mori kontrollin e ritmit në raundin e dytë. Si është e mundur? Prenga ishte krejtësisht ndryshe në raundin e dytë. Diçka nuk duket në rregull. Gjithçka ishte projektuar për të gjeneruar sa më shumë para, shkroi Jordan. Sipas statistikave zyrtare të CompuBox, Prenga hodhi vetëm 17 goditje në raundin e dytë, duke realizuar vetëm 3 prej tyre. Në raundin e parë ai kishte tentuar 46 goditje dhe kishte goditur në objektiv 13 herë. Megjithatë, pavarësisht të rënies së dukshme të ritmit të Prengës, nuk ka asnjë provë që mbështet pretendimet se ndeshja ishte e kurdisur. Edhe në rrjetet sociale pati reagime të shumta nga tifozët, disa prej të cilëve u pajtuan me teorinë e Jordanit. Duhet të jetë ndeshja më e dukshme e kurdisur ndonjëherë. Prenga e rrëzon Joshuan 2 herë në raundin e parë, pastaj del në të dytin dhe pothuajse nuk godet fare, e kurdisur. Një tjetër komentoi: ai tha dikush Prengës pas raundit të parë të humbiste ndeshjen, në raundin e dytë nuk goditi pothuajse asnjë goditje, e kurdisur. Një tifoz tjetër shtoi: ka diçka shumë të dyshimt këtu, po e dominonte Joshuan, pastaj në raundin e dytë dukej sikur nuk donte më të luftonte, shumë e dyshimt. Deri tani, as Anthony Joshua, as Christian Prenga dhe as organizatorët e duelit nuk kanë reaguar ndaj këtyre pretendimeve. Boksieri shqiptar Christian Prenga ka kërkuar falje te tifozët shqiptar pas humbjes që pësoi nga Anthony Joshua. Britaniku e nokautua shqiptarin në raundin e dytë, pavarësisht që ky i fundit e nisi për mrekulli, duke e rrëzuar 2 herë në raundin e parë.
Prenga ka reaguar për herë të parë duke thënë se ishte plani i Zotit që fitoi Joshua dhe njëkohësisht shfrytëzoi rastin për të kërkuar falje tek shqiptarët. Urime për të, nuk ishte mbrëmja ime, ishte plani i Zotit që ai të fitonte. Unë jam me të, çfarë ai thot, unë jam mirë. Mendova se mund ta bëja të njëjtën gjë edhe në raundin tjetër, por nuk ndodhi. Kisha vetëm 10% të tifozëve, por nëse do të ndodhte në Europë, ju premtoj se do të ishin 90% më shumë. Ajo që mund të them është, më falni të gjithë, nuk ju bëra krenar, por herës tjetër, shtoi ai. Ndërkohë, Joshua së shpejti do të përballet me Tyson Furyn. Boksieri Anthony Joshua ka treguar klasë të madh duke mbajtur flamurin shqiptar pas triumfit ndaj Christian Prengës. Britaniku e nokautoi shqiptarin në raundin e dytë, pavarësisht se boksieri jon e nisi për mrekulli për ta rrëzuar pas vetëm 30 sekondave në raundin e parë. Megjithatë, me disa goditje të forta në raundin e dytë, Joshua si dha asnjë shans Prengës për të ngritur dhe vazhduar luftën. Sidoqoftë, menjëherë pas triumfit, Joshua kërkoi që ta festonte me flamurin shqiptar para tifozëve të tij. Ndërkohë, ai edhe përgëzoi Prengën për luftën e mirë, duke shtuar se do të ketë një të ardhme të mirë. E falenderoi Prengën për luftën e mirë, do të thotë shumë për Prengën dhe kampin e tij, do të thotë shumë për mua. Prenga është djalë i fortë, ka një të ardhme të ndritur, është i fortë dhe më ka dhënë një test të mirë, por këtë që bëra unë e bëjnë kampionët, u shpreh ai pas meçit. Joshua gjithashtu konfirmoi se meçi i radhës do të jetë i shumë pritur ndaj ish kampionit të botës së peshave të rënda, Tyson Fury. Anthony Joshua realizoi një rikthim dramatik dhe spektakolar në ring, duke mposhtur me knockout në raundin e dytë Christian Prengën në duelin kryesor të mbrëmjes në Jeddah të Arabisë Saudite. Ndeshja nisi në mënyrën më të papritur të mundshme. Vetëm pak sekonda pas gongut hapës, Prenga goditi Joshuan me një uppercut të fuqishëm, duke e rrëzuar britanikun në dysheme. Joshua u ngrit, por gjatë pjesës së mbetur të raundit, duke i paqëndrueshëm, madje u lëkund edhe në fund të raundit, duke krijuar përshtypjen se boksieri shqiptar kishte kontrollin e plotë të meçit. Ishte një nga fillimet më të vështira në karrierën e Joshuas dhe një moment që habiti publiku në arenë dhe komentatorët britanik. Megjithatë, në raundin e dytë, Joshua ndryshoi tërësisht ritmin e përballjes. Ai filloi të përdorte më mirë grushtin për të fituar distancën, ndërsa kombinimet me të djaftën filluan të gjenin objektivin. Ndërsa Prenga u tërhoq dhe humbi iniciativën që kishte ndërtuar në raundin e parë, Joshua fitoi besim me çdo goditje të pastër. Me rreth 40 sekonda të mbetura në raundin e dytë, Joshua shpërtheu me një seri goditjesh të fuqishme që e dërguan Prengën në tapet. Boksieri nga Mirdita nuk arriti të ngrihet brenda numërimit të gjyqtarit dhe ndeshja u ndërpre me fitore me knockout teknik për Anthony Joshua.